Ish-deputeti demokrat Myslim Murrizi ka ironizuar deklaratat e Edi Ramës gjatë mbledhjes me deputetët socialistë të hënën, kur tha se nuk pyet askënd se kujt do t'ia jap tenderin për ndërtimin e portit në Porto Romano. Ndërkohë, ministri i infrastrukturës deklaroi se kompania ruse që kishte fituar tenderin është tërhequr nga gara. Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, Murrizi shtoi se pasi Rama bëri si gango, mori ultimatum nga SBA u detyrua ta anullonte tenderin. Sipas tij, deklaratat se kompania ruse u tërhoq janë sajesa pasi qeveria ka marrë urdhër të prerë nga SBA që tenderi të anullohet. Po ta shikosh krekusjen e Ramës para deputetëve të PS-së të hënën, ku i drejtohej amerikanëve që nuk ju pye se nuk ju marr dorën se kujt do ja jap tenderin e ndërtimit të portit, dhe lajmin e fundit të dhënë nëpërmjet zërit me vibrim të Ministrisë të Infrastrukturës sot, se gjoja është tërhequr nga gara. Kompania ruse që fitoi tenderin me emrin e një kompanie greke kupton edhe lopa që Rama bën 24 orë si gango dhe 29 ditë si lango. Po ho prap se anullove, jepja pra rusëve spurdhjak dhe mos i pyet amerikanët. Lëri dënglat se u tërhoq kompania, se nuk tërhiqet askush në botë nga 400 milion eurot, jo. Pale kur dëgjova Kulufin që tha se ka përpjekje për ta sabotuar projektin. Po nga kush bëhet kjo përpjekje, zoti Kulufit? Dhe kur e patë kuptuat ju se po sabotohet ky projekt? Shkruan Murrizi.